Thot Imam Shafi'iu, Allahu më shëroft, janë tre gjëra të cilat ja shtojnë vlerën logjikës dhe mendjes: ndenja apo prezantimi tek dietarët, shoqërimi me njerëzit e devotshëm dhe lënia e saj që nuk na intereson. Ndaj dhe herët është thënë, ai i cili pyet për atë që nuk i duhet, ai do të dëgjoj atë që nuk i pëlqen. E meqense profeti Allahu alayhi salatu wassalam thotë që prej islamit të mirë tregon se ky islam dhe ky iman gjen ka me grada, me shkallë. Pra nuk është i njëjtë të gjithë besimtarët. Ai dallon nga njëri tek tjetri. Edhe ky dallim është pikërisht në bazë të afrimit tonë tek veprat e mira, në varësi të përmbushjes së detyrimeve, në varësi të largimit shmanges prej ndalesave dhe të papëlqyerave. Sikurse në kuptimin e hadithit është se ai i cili merret me atë që nuk i duhet dhe nuk i intereson dhe nuk i bën dobi, atëherë Islami i tij nuk është një islam i shëndetshëm dhe i mirë. Por sigurisht që ajo e cila neve na përkufizon dhe na vë kufit se çfarë na duhet në fe, çfarë na intereson dhe çfarë nuk na duhet, çfarë nuk na intereson, ajo është feja dhe nuk janë dëshirat, pasionet dhe tekat e gjithë secilit. قرار واسم وعده